Ti djale ka emrin Klevi Akullari, e kum njoftu në januar 2024. E kum njoft fillim si djali i mirë, kemi nejt një 3 javë këtu bashkë në Zëri. Njohja nga miq të përbashkët dhe frekuentimi të njëjtave ambiente në Zvicër e përforcoi miqësinë mes dy të rinjve dhe siç ndodhi jo rrallë, kjo miqësi u shndërrua në një raport partneriteti në biznes. Unë ka propozuar me ble makina këtu në Zvicër, unë gjysmën e parë, ai gjysmën e parë, me çun Shqipëri me shit. Dhe pas shitjes parat sërish do të ndaheshin 50-50. Një marrëveshje krejt e ndershme mes dy shokëve që tashmë u bën edhe ortak. Makina parë po një Range Rover, për ative tipa të vogël, edhe ka marrë ai makinën, e ka shit, atë i konfituar në një 4.000 euro, e tani ka orë makina e dytë, edhe atë i konfituar të 3.000 euro. Para që ju dërguan me korrektes Mevlanit, i cili nuk kishte se si ta dinte që kjo është strategjia tipike e mashtruesve, që kërkojnë të fitojnë besimin për të kaluar më pas te goditjet në seri. Pastaj kena marrë një Porsche Cayenne, e prej atij ka filluar domethënë unë mos mi marr parët e mia. Krejt janë konë mos ka pusha 5 makina. Ka me Klevi të konë 15.000 euro borxh, lekët e mia, pa llogarifikuar. Dëmi financiar prej 15.000 euro shkaktuar 32 vjeçarit nga Gjilani është aq i madh saqë ai nuk pretendon të marrë mbrapsht parat, duke llogaritur fitimin e mundshëm nga shitja e makinave, por vetëm parat që kanë nxjerr nga xhepi. Dhe në fakt ortaku diçka i kthen, por diçka i merr sërish. Thaj mund të moj parët këto, e tani kur të vesh në Shqipëri i merr parë. Njëherë jam konë në Shqipëri, mi ka dhënë 8.000 euro, unë jam konë në hotel, konë ora 2 natës, kur ka ardhur parën herë, ka kursit në dhomë, ka pyet a mund me dhon 1.000 euro, me në 2 orë dhe ka ardhur edhe 2 herë, ka 1.000 euro i ka marrë. Në këtë episod kemi edhe një dëshmitar. Fillimisht i ka pru 8.000 euro, pastaj Klevi ka ardhur mas një 30 minuta ose 40, i ka marrë prapë 1.000 euro, nga pru 8.000 që na i dha, pastaj prapë mas gjysmore 1.000, ka marrë 3.000 euro, nuk i di më arsyeën pse. 3 herë nga 1.000 euro me intervale kohe kaq të shkurtra, një farë ideje na krijohet. Megjithatë, të mos dalim në përfundimet të nxituara. Jemi taku me gjatë përsëri, na ka marrë vetutën, edhe kur u kthy, kem parë taskon peki se ka probleme me bankën, nuk ja lejon tërheqjen. Na kemi pritë deri mbrëmje aty, mos po bën ai zgjidhje me ja parë që ka pas me jap me blonet, po ai vetëm fjalë banka kështu, banka ashtu. Edhe na kemi ecë për Zvicër tani. Pra nga 15.000 euro që duhet të jepte, Klevi i dha Mevlanit vetëm 5, që siç tham janë vetëm paratë e hedhura për biznesin e makinave. Pas 1 euro fitim. Pavarësisht këtij episodi, Mevlani pranon të vazhdoj biznesin me Klevin, sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Tani ka ardhur edhe një makinë, investova edhe atë plus 5. Ana prapë me ta i 15 borxh. Por duket se këto shuma nuk plotësonin as pa kërkesat e ortakut Korçar, sepse puna, ngarkesat, nevojat e përditshme, stresi ishin të tilla saqë duhej gjetur një formë tjetër për të bindur Mevlanin që të hidhte më